Më vjen keq definitivisht që kanë shpërthy me kaq pa turpsi, duke i pas parasysh krejt këtë rrugtimin tim maratonik të këtyre promovimeve dhe veprave që të gjithë shqiptarët e dinë që Nusrat Plana mision e ka denoncimin e gjenocidit serb mbi shqiptarët për 2 shekuj me radhë. Nusrat Plana është avokat, po të them kushtimisht, edhe ambasador i papaguar i çështjes shqiptare që 27 vite rresht. Nusrat Plana flet për ata që nuk mund flasin më kurrë, domethënë për dëshmorët dhe martirët e kombit tim të shumëvojtur dhe liridashës. Nusrat Plana është mirënjohës të gjithë shqiptarëve kudo që janë, në veçanti mërgatës shqiptare që po më mundsojnë rrugtimin, sepse edhe ashtu përkrahje institucionale ju e dini, publikisht e kam thënë s'kam pas kurrë, por të mos ishin mërgatës shqiptare, të gjitha besimeve tona se absolutisht unë nuk i dalloj, sepse thash edhe një herë, jam lënduar dhe jam prek nga ata njerëz që po fyjin, po ofendojnë, madje kanë shku deri në atë shkallë të absurditetit, saqë edhe duke i kërcënuar edhe vajzat e mia dhe duke fyje, duke shoh në mënyrën më brutale të mundshme, dhe prandaj i ftoj institucionet tona që të kenë bre pak më shumë kujdes mbi këto portale që edhe Dreqi dhe i biri ka qenë portale vetëm për të shkaktuar përqamje dhe vllavrasje në këtë popull hyjnor i cili e ka lagj çdo pllumb të tokës arbrore me gjakun e miliona shqiptarëve të vrarë padrejtësisht vetëm se ishin shqiptarë. Dhe prandaj mos kujdesi, mos mbikëqyrja, mos funksionimit e ligjeve tona, po e kanë bërë të mundur këtë katrahurin ndëror ridi që edhe Dreqi dhe i biri të bëj gazetë, edhe Dreqi dhe i biri të bëj radio dhe televizion dhe absolutisht të përdorin për qëllimet e veta komerciale. Duke i lënduar. I lënduar shumë, sepse nuk e kam merituar tash të vërshojnë me gjithë fyri ofendime, sepse fundi fundit hiq më pak se 50 vite janë i ndëror ridi veprimtarie pastërkombëtare në shërbim të interesave madhore kombëtare. Absolutisht nuk i kam ndikuar në përçarje të popullit tim kurrë, sepse thash veprimtaria ime nuk është feja, nuk është fusha ime, është terreni huaj. Unë pse kam shpreh para 3-4 vite një dhimbje të madhe për vrasjen e qindra djemve tonë në Siri, në një luftë absurde për popullin tim, është e vërtetë që e kam shpreh. Por edhe atë intervistë e kanë shpërndar me miliona, është bërë shumë virale, mirë, po edhe e kanë sakatu, e kanë prek, kanë cenzuruar, tash edhe inteligjencë artificiale të moshet menja që as vetes nuk mundesh me i besue, as syve tu, as veshve tu, çka janë gjendje me të bo, me të montu, veç me të diskreditu, me të poshtru, dhe prandaj po them, unë me bindje të plot e them edhe me argumente dhe me dëshmi të panumër të që në asnjë rrethon, në asnjë intervistë, në asnjë libër, në asnjë film timin, sepse i kam më shumë se 100 filma dokumentar, as 2 germa kurrë nuk i kam shpreh kundër popullit tim, të cilit do besim qofshin ata. Unë mendoj dhe besoj që kurrën e kurrës nuk kam ndikuar që populli im me punën time, me intervistat e mia të përjetoj lëndime, të përjetoj ofendime, fundja nuk jemi të pagabueshëm asnjë. Veç Zoti qofshim falë është i pagabueshëm dhe i përsosur, ne jemi të gabueshëm, por gabimet që bën pa qëllim duhet edhe të jenë të falshme.